Miqtemi, përshëndetje në këtë emision të parë të vitit 2015, ku data shënon 3 janar, do t'jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ku edhe tematika që do trajtojmë ditën e sotme është paksa e ndryshme. Në fakt, me datën 31 dhjetor, e kemi mbyllur vitin 2014 duke përshëndetur të gjithë bashkëpunëtorët e emisionit Me Zemër të Hapur. Në fakt, kemi menduar që ditën e sotme në këtë studio të kemë bashkëpunëtorët më të afër, pa të cilët nuk do bënte dot emisioni Me Zemër të Hapur. Ata që raportojnë lajmin në kohë reale, lajmin e parë në studion e informacionit, por dhe ata që unë kam bashkëpunuar për 10 vite transmetimi drejt për së drejti në këtë televizion për çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 12 deri në orën 13:30. Në fakt janë ata të cilët sjellin jo vetëm historitë njerëzore, jo vetëm lajmin e parë nga politika kronika, por njëkohësisht janë ata që sjellin edhe reportazhe të historive të dhimbshme njerëzore, ku edhe emisioni Me Zemër të Hapur është njëri prej tyre. Në fakt, në qoftë se bëjmë bilancin e një viti që lan pas të vitit 2014, ky televizion, duke ju referuar edhe qarqeve dhe rretheve që korespondentët dhe kolegët e mi mbulojnë, ka qenë mjaft i suksesshëm. Për te suksesit, në fakt, viti që lan pas ka qenë një vit i dhimbshëm. Ne kemi humbur një nga bashkëpunëtorët tonë më të mirë, një gazetare të devotshme, siç është edhe Enkeleda Skënderasin, të cilën duhet ta kujtojmë me shumë nostalgji ditën e sotme, ne na mungon, por që ka lënë një bashkëpunëtor mjaft të shkëlqyeshëm, i cili menjëherë u bë pjesë e një stafi shumë profesional, siç është televizioni News 24. Besoj se edhe me kureshtjen tuaj, të gjithë ju që po më ndiqni në gjitha rrethet e Shqipërisë, por edhe veçanërisht ata që më ndjekin drejt për së drejti nga Tirana, do njihen tashmë me ata që punojnë pa lodhur, që sjellin lajmin në kohë reale, që shkojnë aty ku qytetari i qarqeve të tyre kanë nevojë, dhe do ta filloj fillimisht me më të riun, për të gjendur dhe ai si një gazetar mes miq, mes kolegësh, për të mos ndjer diferencën se është i ri, sepse edhe në këto 6 muaj që Enkeleda e dashur na mungon, ai ka punuar me devotshmëri duke e merituar vendin e saj, dhe e them me plot gojë. Me mua në studio është Elton Dono, gazetari që mbulon qarkun e Korçës. Përshëndetje Elton dhe mirë se erdhe. Viti mbar ky viti 2015, në fakt ke filluar në mesin e 2014-s, një vit i suksesshëm që lan pas, por një vit me plot humbje, të paktën për televizionin ton, apo jo? Absolutisht po, unë të falenderoj për ftesën, më vjen mirë që bëre një hapje të tillë të emisionit, duke qenë se Enkeleda ishte një nga gazetarët më të mira, jo vetëm të qarkut të Korçës, por gjithë Shqipërisë, ishte vlerësuar nga të gjithë korespondentët gazetarët e Tiranës. Shpresoj që ta bëj punën, të arrijë nivelin e saj, të bëj punën sa më të mirë për televizion News 24 dhe për këtë media që është në elitë tashmë të mediave shqiptare. Absolutisht do të jetë një sfidë për mua, siç ka nisur tashmë, dhe shpresoj t'ja dalë me sukses. Paktën me shqetësimet e qytetarëve deri më tani jam përpjekur të bëj maksimumin tim, të jap gjithçka nga objektiviteti im si person. Shpresoj t'ja dalë. Deri më tani të paktën nuk e kemi ndjerë, të themi të drejtën, mungesën e Enkeledës si profesioniste. Në fakt na mungon shumë si një kolege, si një njerëz, si një shoqe. Gjithsesi unë të falenderoj sepse për këto 6 muaj që kemi punuar, kemi pasur edhe bashkëpunime, apo jo? Absolutisht. Në krahun tim të majtë është një nga veteranët, ashtu si jam edhe unë Fatmir, në bashkëpunimet më të para të emisionit Me Zemër të Hapur, Fatmir Popja nga qarku i Elbasanit, përshëndetje, mirë se vjen, do bëjmë bilancin e 2014-s. Faleminderit që jemi me mua në studio. Faleminderit për festën, duke qenë se jemi atmosferë festash, duhet ju uroj gjithë shqiptarëve, gëzuar vitin e ri 2015, të jetë një vit i mbar me sa më shumë ngjarje të gëzueshme, të ketë sa më pak trishtim dhe sa më pak ngjarje të tilla si ato të cilat ne folëm. Duke qenë se përmendëm një nga kolegët të ndjerën Enkeleda Skënderasi, kjo është edhe një homazh për të, një nga gazetaret më të mira që ka patur News 24 në rreth e vitet e fundit, dhe e meriton plotësisht që të quhet e tillë, pasi me punën e saj ajo i dha emër edhe qarkut Korçës, dhe do të mbetet një emër që do të nderohet gjithmonë nga komuniteti i gazetarëve dhe aq më tepër nga News 24, për të cilën ajo punoi aq fort dhe sakrifikoi aq shumë
dhe me patjetër që do të betet një gazetar e paharruar në listën e gjithë atyre cilët punojnë për këtë televizion nderuar. Faleminderit Fatmir dhe përsëri në krahun tim të majt e vetmja femër e panelit për ditën e sotme, një kolege të cilën unë falenderoj se ka punuar ngushtësisht paktën me emisionin Me Zemër të Hapur, por që e shikojmë drejt për së drejti nga lidhjet e saj në studion e Shkodrës, Eliona Kodra me mua në këtë studio, nga të paktat femra korespondente. Përshëndetje dashur. Përshëndetje Vis, edhe kërkoj ndjesë për unë sot me përfaqësu sa më mirë qarkun tem, kam qejf që të zhveshem nga i dialekti që përdor çdo ditë në lidhjet ose raportimet, du me folë si shkodran. Patjetër. Do t'i bashkohesha në fakt, përpara se me ba urimin, në rallë partë falenderoj ty që na ke ftu sot, një mënyrë falenderimit edhe jotja për gjithë ne, jo vetëm për punën që bajmë me ty, jam e sigurt, por edhe për punën që bajmë në News 24 për raportimet tona. Në jem pak keq për Eltonin, se po flasim, se më thanë për Enkelejden, është e vërtet që na mungon shumë edhe në kjo se gjithë sot ne po e përmenim, si që tha Fatmiri, ne i detyrohen a kaq punës që ajo ka ba. Me shumë dashni, me shumë seriozitet, është përkushtu për me sjellë gjithmonë lajmin e para. Edhe sinqerisht nuk them, ne gjithë jemi prek kur kena marrë vesh lajmin e tmerrshëm që me thënë drejtën edhe sot mund duket e pabesueshme ikja saj prej kësaj jetet, por ç'a me bë, jeta kështu e ka, ne duhet me vazhdu me luftu shumë për me mrit dhe për me çu matej misionin që ajo ka pas. Mandej kuptohet që du me përshëndet gjithë shqiptarët, me që sot është 3 janari, du me përshëndet pa tjetër gjithë, por në veçanti qarkun e Shkodrës. Uroj që të kenë marsi, uroj që të kenë lumturi, uroj që gjakmarrja, që është fenomeni që na karakterizon ne si qark, që më vjen shumë keq që na karakterizon, por ekziston fatkeqësisht, uroj që një ditë të gjendet një zgjidhje, për deri sa nuk është gjinë, deri të shuroj që qeveria të bajnë diçka me ligjet e veta, nuk e di të mundet me luftu sa më shumë këtë fenomen për me zhduk komplet. Mandej Shkodra ka vrasje, Shkodra ka më vjen keq që i përmendej me 3 janar, por janë ata që po na karakterizojnë shumë, jo vetëm si qark, besoj edhe qarqet e tjera, se ne i shohim titrat për ditë, kena frikë me hap televizorin, me thënë drejten, sepse gjithmonë është ajo frika që po shohim një ngjarje të ranë. Uroj që të zhduken grabitjet e këto dhe të japim vetëm lajmet mira. Falenderoj e dashur dhe përballë teje është korespondenti ynë i qarkut të Pukës, Armir Meja, përshëndetje, mirë se vjen në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, edhe me ju Armir, një bashkëpunim shumë i ngushtë, paktën flasë për emisionin dhe prandaj ju kam dedikuar këtë 3 janar ju, sepse edhe emisionin Me Zemër të Hapur bën 10 vite transmetimit drejt për drejt në televizionin News 24, kur një nga bashkëpunëtorët jeni dhe ju. Armir, si vjen qarku i Pukës për këtë 2015? Realisht 2015 ashtu si që edhe 2014 Pukën, por realisht edhe një pjesë të zonës veriore të cilën unë kam mbuluar për gjatë vitit 2014, kuptohet problemi më i madh është papunësia, nga e cila rrjedh edhe varfëria, teme të cilës janë dhe shumë kronika që ne kemi përcjell gjatë këtij viti. Duke qenë se është një fillim viti, më lejoni edhe mua që të përcjell urimet më të përzemërta realisht për të gjithë shqiptarët, në veçanti për të gjithë teleshikuesit e News 24, të cilët janë aq besnik kryesisht në emisionin tuaj realisht. Por një përshëndetje të përzemërt dhe të veçantë përcjell për të gjithë pukianët, ku unë punoj realisht një pjesë të javës, por edhe për të gjithë banorët e Bajramcurit që unë kam mbuluar një pjesë të vitit të realisht edhe atë zonë. Ka qenë një vit realisht me plot punë, ashtu si që ndodhë me ne gazetarët apo korespondentët e News 24, të cilët synimin tonë, ndoshta edhe të diktuar nga e prorët tanë këtu në Tiranë, kemi që të futemi atje ku realisht nuk është futur kush, por dhe të përcjellim të gjitha ato që realisht nuk përcjellen. E kjo kryesisht në veri, cili ndoshta nga mediat kombëtare nuk vlerësohet aq shumë, por që realisht këtu në News 24 edhe veriorët kanë gjetur vendin e tyre, por është edhe një dritare ku ata çdo ditë përcjellin hallet, problemet e tyre, por përcjellen edhe zhvillimet
e banorëve të asaj zone që kuptohet përballen me shumë vështirësi, qoftë nga infrastruktura, qoftë nga varfëria e probleme të tjera. Të falenderoj Armir dhe në krahët e Elionës është Enver Doçi, si gjithmonë i heshtur, mjaft punëtor dhe që cilësohet paktën në qarkun e gazetaristu brenda televizionit News 24 si një nga korespondentët i cili ulet gjumë popullin dhe qanhallet e një qarku që nuk është as pak i lehtë, jo sepse korespondentët e tjerë kanë një qark më të thjeshtë se sa Enveri, por Enveri mbulon një zonë që është me të vërtet një zonë që ka shumë probleme dhe ka shumë halle. Dhe karakteristika jote Enver është pikërisht që kronikat e tua janë veçanërisht ato të varfërisë, të jetës së vështirë që bëjnë minatorët, të kronikës së zezë, vrasjeve të fundit që kanë ndodhur për gjatë 2014-s në qarkun tënd. Përshëndetje Enver Doçi. Përshëndetje, e mirë se u gjetëm. Unë vi nga qarku Dibrës. Më radhë parë mund të thëmë që ne na mungon një gazetare, Inkelida Skënderaj, ka qenë një gazetare shumë e mirë, jo se është e ka zëvendësuar dhe ki djali që ka prej 6 muaj se po i ndjek kronikat nga televizioni, se sot për herë parë pa shoh, dhe keqardhja e madhe për stafin e News 24-s për humbjen e Inkelidës. Tani na me datën 3 janar të vitit 2015, i uroj të gjithë banorëve të qarkut Dibrës, gëzuar vitin 2015, po kështu dhe gjithë gazetarëve të News 24-s. Qarku Dibrës ka shumë probleme, është një qark mund të thamim shumë i nxehtë. Po ma problem është rreth i Bulqizës, si mund të thamim është një rreth që është shumë varfëri, po me pasurinë nëntoksore mund të thamim më pasuri në Europë. Po ti shofish familjet e bulqizakëve, të gjithë fëmijët që dalin nga shkolla, në të sa të janë çantat të shtëpia, mori kafshatën e bukës, ka nga të fëmijë që mori kafshatën e bukës në dorë, dhe në një dorë kanë një kovë që i drejtohen stogjve të kromit të mënyrës Bulqizës. Ka patur shumë raste që në mënyrën e Bulqizës ka patur vrasje me armë zjerri, vetëm konflikti mes pronarëve, s'më thëmë mes pronarëve, po të fortëve, që mbahen si të fortë, dhe ati shkën e zonë në galerit, cila galerit të jetë me pasura, a i shkon e zotënon me forës dhe prandaj përfundon gjithë të vrasje në rrethin e Bulqizës. Një biznes legal dhe ilegal. Po. Dhe një luftë që her pas here ju e keni pasuruar në kronikat tuaja, por nuk kanë munguar dhe historitë në emisionin tonë. Jo, nuk kanë munguar dhe historitë e emisionit tu, dhe faktikisht shteti tu duhet të mori masa në vitin 2015, që të gjithë pronarët të licencoj dhe mos të ketë punë të zezë, se ati punën të zezë dhe prandaj ndodhin gjithë të vrasje. Falenderoj Enver dhe drejt për së drejti për balë teje është edhe një tjetër korespondent, mjaft i ngushtë, sidomos me bashkëpunimin e tim emisionin me zemër të hapur, zoti Pjetër Gjini, që mbulon qarkun e Lezhës. Për shëndetje Pjetër, mirë se vjen në studion e emisionit me zemër të hapur. Përshëndetje Vis. Faleminderit që u bashkove ftesës së këtij emisioni. Faleminderit shumë. Ndjehem mjaft i emocionuar, por njëkohësisht edhe komod mes kolegëve të mi, mes atyre që ore minut janë të rënë duke ndjekur zhvillimet, por ju falenderoj edhe ju në radhë parë për ftesën që na bët, pasi edhe qarku i Lezhës është një qark me mjaft probleme sociale, për arsye edhe të lëvizje demografike që ka ndodhur vitet e fundit, pasi popullsia e këtij qarku është katërfishuar dhe siç thash më parë ka mjaft probleme sociale. Gjithsesi, ne jemi munduar që t'i prekim sa do pak ato, t'i sillim nëpërmes kronikat e lajme dhe emisionit tuaj, por vazhdojmë të qëndrojmë në koherencë me zhvillimet që ndodhin në këtë qark. Duhet të flas dy fjalë edhe për kolegen Inkelida Skënderasi, e cila ishte një gazetare mjaft e apasionuar, mjaft në koherencë me zhvillimet ne kemi ndjekur nëpërmjet televizionit, ku ajo ka qenë gjithmonë e para, si thuash, në të gjitha, edhe duke krahasuar edhe me stacionet e tjera televizive të cilat punojnë sidomos me flash, ka qenë mjaft korrekte dhe mendoj që është zëvendësuar nga një koleg po aq i apasionuar sa që ishte edhe Inkelida. Unë kam marrë pjesë edhe në ceremoninë martore me kolegët e mi, dhe jam ndirë sinqerisht shumë i shokuar nga kjo ngjarje. Unë të them të drejtën atë ditë që mora vesh lajmin për Inkelidën, isha duke xhiruar në një
drek festive dhe të them drejtë nga i momente mbrapa vetëm kam qenë prezent fizikisht aty sepse me mendje dhe me zemër isha tek rasti tek ngjarja. Edhe në këtë momente që e kujtoj jam shumë i emocionuar. Gjithsesi jeta vazhdon dhe ne do të jemi gjithmonë aktiv në punën tonë për arsye se jemi 24 orë në terren duke përcjellë javët e fundit. Gjithsesi me që jemi edhe akoma në prag festash, ju uroj të gjithë stafit News 24 gëzuar dhe për shumë vjet vitin e ri, gjithashtu edhe të gjithë qytetarëve të mi të Lezhës, të Laçit, të Mirditës dhe gjithë Shqipërisë. Falenderoj Pjetër, po Armir. Realisht për të përmbyllur atë çfarë ne sot kujtuam, realisht kolegën tonë të dashur Anke Lejdën. Ditët kur ka ndodhur realisht ngjarja dhe pas ngjarjes, kam menduar se janë thjesht fjalë për të thënë Lejda do të jetosh mes nesh. Jo më Por kot ne sot realisht në këtë emision unë konstatoj se vërtet dashuria për kolegët, mirëkuptimi, bashkëpunimi, por edhe puna e palodhur e Lejdës e ka bërë atë vërtet të paharruar. Dhe i Në fakt paharruar jemi këtu për të premtuar se pasioni e Anke Lejdës do të vazhdoj pa diskutim dhe bara më i madhe i bie e Eltonit, ta çojmë deri në fund dhe të qëndrojmë kudo për lajmin e fundit dhe të përcjellim tek teleshikuesi problematikat që me të vërtet e shqetësojnë shoqërinë shqiptare.